Mos u shqetëso kurrë për reputacionin që ke, po shqetëso për karakterin, sepse karakteri do nxjerrë në pa çfarë vlera shkeni. Marshkas nga reagimet dhe reakcionet e shumë shqiptarëve me ngjarjen e hidhur që i bashkohen totalisht humbjes së vllajt të Xhestit 16 vjeç dhe them zot mos i ndodh kujt. Kam dëgjuar shumë racizëm të theksuar këtu në TikTok, dallime etnie, dallim race, shumë persona vulgar dhe potent duke sharë shqiptarët me shqiptarë se jemi shqipfolës, duke bërë balancim njerëzish. Në radhë të parë edhe hasëm ta kesh kur të ikën një djalë 16 vjeç të qanë shpirti dhe zemra. E dyta, nuk e kuptova kur pse shqiptarët nuk u bashkuan për ideale dhe për gjëra reale. Dhe e treta, si mund të qesh me fatkeqësinë e njeriu. Edhe sikur unë të kem pasur hasëm me dikë, duke parë që po ikën një fëmijë sa është adoleshent, nuk mund të reagosh e të ndash etnit, sidomos kur flitet shqip. Me keqardhje e them që TikToku i nxori të gjithë fytyrat e njerëzve, nuk pash persona që të flistin me keqardhje. Dhe treta, indiferenca. Indiferenca është diçka që mua po më dhem shumë. I bëj një thirrje televizionit kosovar edhe shqiptar të bëjmë programe edukative. Se na ka marrë frikë të hapim lajmet, vetëm vrasje, abuzime, përdhunime, violacion, gjëra që me të vërtet o e ka fajin koronavirusit o epidemia, o me të vërtet shqiptari pas ka qenë që në rrënjë, mos me dash njëri tjetrin. Se kot nuk është tënë ajo. Ja dha anglezita, kishte 3 persona, tha ja dha anglezita du i 5 toke, si dëshirë personale. I tha italianit, po tisha do, tha du i shpita. I tha shqiptarit, po tisha do, tha. Mon, tha. Po si dhe komshiu, tha zene se më ke dhonë mu, tha. Kështu që, kjo gjë po në ndjek akoma. Nuk flas për të gjithë, po flas për shumë pak persona që kanë ngelur me vlerë, edhe duke ditur që ignoranca e pas ka marrë në dorë, se personat inteligjencë janë larguar të gjithë. Po duhet t'ju them vetëm diçka nga ana ime. Se më shave se më ofendove mua, apo shave ofendove dikë, mos kujto se ke mësuar një gjë. Fama nuk merret duke sharë dikë tjetër, edhe duke diskriminuar dikë tjetër. Nxirr vlerat e tua, më trego se sa kualitet ke, të them se kush je. Kështu që shqiptar të nderuar, mundoni të gjeni një person inteligjent dhe të merrni vlerat e këtij personi, po jo t'i bëni konkurrencë. Kështu që me keqardhje, unë them. Jemi shqipfolës, dashuri dhe respekt. Për shqiptarët e Kosovës janë